Dy konfliktet që ndodhen njëra pas tjetrit në Pogradec janë të ndërlidhura me një incident të nisur gjatë procesit të votimit dhe më pas kanë degraduar në dhunë fizike. Konflikti i parë ndodhi brenda qendrës së votimit sipas dëshmisë së Anton Gegës, i cili ishte komisioner. Konflikti nisi kur një person i identifikuar si Luan Tollozhina e akuzoi se kishte ngacmuar vajzën e tij. Tollozhina, i cili më pas e goditi Gegën në vesh dhe e shau, dyshohet se u revoltua gjatë një momenti kur po votonte një person me aftësi ndryshe. Gega sqaron se ka ndjekur rregullat e trajnimit për të lejuar këta persona të votojnë dhe se konflikti nisi për shkak të justifikuar. Ai deklaron se këtë sjellje agresive i njëjti person e përsëriti në çdo proces zgjedhor. Ngjarja u raportua në polici nga veten Ton Gega. Ishte kryetarja, një çupkë. I themun në fillim i lam të votonin, se kështu në trajnim kështu na thanë, që do t'i lini të votojnë. Mendimsa. Se janë sakat, qora. I thashun të pamundur, i thashun i lam në fillim. I thashun gjuna, i thashun, janë ngritur nga robet, aty e kanë qefin, duan të vinë të votojnë. Si nuk i le, ajo e kanë darë mendjen për këtë të votojnë. Ajo, si që i shkrojti të aty, kur më vjen, më thëtë pse më ngacmove qupë. Më shavi, e më goditin në vesh, më futi thojtë. Po në çdo zgjedhje kështu ka bërë, gjithmonë, të njëjtën, sa herë ka pasur zgjedhje, të njëjtën gjë ka bërë. Po ka pasur një konflikt jashtë? Jo, pa çka konflikt kam pasur thjesht, si surrate një. Dolëm këtu jashtë, prapë më shavi, më ofendovi, nga nana. Mua më thonë Toni Minfitit, ati i thonë Luani Mines, ata e njohin nga mamaja, mua më njohin nga babai. Konflikti i dytë ndodhi jashtë qendrës së votimit. Pas incidentit të parë, situata u përshkallëzua edhe jashtë. Suela Gega, bashkëshortja e Anton Gegës, tregon se u përballën me një prit nga 4-5 persona. Djali i tyre, i cili ishte operuar dhe me këmbë të thyer, u godit. Ajo u përpoq të mbronte djalin dhe u dhunua fizikisht. Ne na lajmëruan që ka ndodhur incident për bashkëshortin, dola me gjithë djalin e kam të operuar me ashtu, na zum pusi 4-5 veta, na zum pusi, godisnin djalin me arka, unë të mbronja djalin të ashtu, më ashtu mua, çfarë të them, nuk e di. Jeni goditur dhe ju? Po mbronja djalin, i hanja unë, mbronja djalin, se është me këmbë të thyer. Lidhur me këtë ngjarje ka reaguar edhe policia e Pogradecit. Pas incidenteve Tollozhina u vu në pranga, ndërkaq uniformat blu bëjnë me dije se 3 niprit e Luan Tollozhinës pas konfliktit të ndodhur në qendrën e votimit numër 3901 kanë shkuar në banesën e Anton Gegës dhe kanë goditur familjarët e 52 vjeçarit, bashkëshorten dhe djalin. Djali i 52 vjeçarit po merr mjekim në spital jashtë rrezikut për jetën, ndërsa bashkëshortja e 52 vjeçarit ka bërë kallëzim në komisariat.